Në një raport të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara të publikuar sot në Prishtinë, thuhet se 40% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se është rritur ndikimi i radikalizmit fetar në vend. Qytetarët e anketuar ndërkaq kanë radhitur papunësinë, varfrinë dhe korrupsionin si problemet kryesore, ndërsa shumica janë shprehur të pakënaqur edhe me punën e institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Një anketim i kryer nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara nxjerr në pas se rreth 40% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se është rritur ndikimi i radikalizmit fetar, por shumica nuk beson që kjo mund të çojë në veprime të skajshme. Këto të dhëna janë pjesë e anketimit të këtij programi me emrin Pulsi Publik, që është bazuar në një anketë të zhvilluar me 1300 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë të gjitha komunat e Kosovës. Atë dhe hetemi nga ky program tha se çështja e radikalizmit fetar ushtrua pas arrestimeve të mbi 70 personave gjatë fundverës në ndyshimet për përfshirje në veprimtari radikale. 37% të qytetarëve mendojnë që gjatë 2 viteve të fundit muslimanët e Kosovës janë bërë më radikal, pasuar nga 33% të qytetarëve të cilët nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për këtë pyetje, madje vetëm 16% e kosovarëve mendojnë se gjendja do të thotë e muslimanëve të Kosovës sa i përket radikalizimit ka mbetur e njëjtë, ose 14% e kosovarëve kanë thënë që nuk janë bërë më shumë, po janë bërë më pak radikal. Ai tha se ky mendim bizotron tek të anketuarit nga 18 deri në 24 vjeç dhe posaçërisht tek të anketuarit e komunitetit serb. Qytetarët kanë shfaqur mendime të ndryshme edhe rreth pyetjes nëse Kosova mund të bëhet cak i sulmeve terroriste. 42% të qytetarëve kanë thënë që ka pak gjasa ose është pak e mundshme që një gjë e tillë të ndodhë, ndërsa 32% e tyre kanë thënë që një gjë e tillë ka shumë gjasa ose është e mundshme të ndodhë. Ai tha se mendimet e qytetarëve mbështeten në informacionet e marra nga mediat dhe rrjetet sociale, ndërsa vetëm 4% flasin për përvoja personale. Do të thotë, kur flasim për eksperiencat personale, kemi të bëjmë me ata njerëz që kanë thënë që kanë parë me sytë e tyre ose kanë dëgjuar me veshët e tyre njerëz duke promovuar radikalizmin, terrorizmin e tjera e tjera. Anketimi, i cili në radhë të parë synon të pasqyrojë opinionet e qytetarëve për situatën në vend, nxjerr në pas se 3 problemet kryesore sipas tyre janë papunësia, varfëria dhe korrupsioni. Kësaj radhe spitalet kanë zënë vendin e parë sa i përket korrupsionit, pasuar nga gjykatat dhe kompania shpërndarëse e energjisë elektrike. Qytetarët besojnë shumë pak në rimëkëmbjen ekonomike, ndërsa kanë rënë ndjeshëm edhe kënaqëmëria me punën e institucioneve të vendit. Mesatarisht vetëm 25% e qytetarëve janë të kënaqur me performancën e institucioneve kyç. Rënien më të madhe e ka pësuar kënaqëmëria e njerëzve me performancën e parlamentit, duke pasuar mandej edhe kënaqëmërinë e qytetarëve të Kosovës me performancën e qeverisë. Kryeministrit, mirë po edhe gjyqësori nuk i ka shpëtuar kësaj rënje të përgjithshme të kënaqëmërisë. 1% e madhe të anketuarve ka refuzuar të parashikojë zgjidhjen e bllokadës politike në Kosovë, ndërsa shumica mendon se nuk do të kishte asnjë ndryshim nëse vendi do të detyrohej të shkonte në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu.